Jera sërish me fanellën Kuqibut veshur, besoj që emocionin e këtë miqësore të sotme. Sigurisht, por vitet bëjnë drejtën edhe duket drejtja shumë i rëndum, duke pas parasysh se çfarë kushtesh janë sot, mendoj se është kënaqësi e zakonshme me luajtur futboll sot. Megjithatë, sa herë që vesh këtë fanellë dhe në këtë moshë, besoj që kanë nostalgji brenda. Sigurisht, po, ajo është emocion, domethënë e kemi të lindën për faktin se për 11 vite kemi derë djerës dhe kemi prunu dhe trofe, sigurisht 3 kupa një kampionatit, kështu që gjithmonë edhe në vegjiljet të një kampionatit, ne mendoshim gjithmonë fundin se apo e fitojmë kampionatin apo s'po e fitojmë kampionatin, kështu që ka qenë gjithmonë emocion dhe ky emocion të njeh gjatë gjithë jetës. Sot përballë veteranëve të Real Valladolid, duke që po hapen kapitulli të ri edhe për ekipin e veteranëve të vllaznisë të tilla miqësore. Është një shans i madh me të thonë të drejtën për faktin se i manë edhe sportistat në tonus, se shokët e mi mendoj se janë vënë me overpesh, kështu që është e dhimbshme kur shef një lojtar aq të madh, aq të bukur në kohën e tij e shef sot të rënduar, kështu që mendoj se duke ju referuar edhe teorisë të Valladolidit, sepse eksperiencë është, këto çunat 3 herë mbajnë stërvitje në javë, kështu që edhe për sportistin është mirë, por edhe për grupin, sepse normalisht je gjithmonë i tonifikuar me shoqëninë dhe me kujtimet tuaja, kështu që mendoj se është një diçka shumë pozitive. Jera, ju keni marrë shumë çmime në karrierën tuaj sportive dhe pas saj, por sot një minjoj edhe nga klubi Vllaznia për kontributin tuaj në vitin me fanellën Kuqibut. Faktikisht është një falënderim për klubin, sepse gjithsesi një urim, domethënë, është gjithmonë diçka pozitive për kontributin dhe vjen mirë sepse duke u nisur nga presidenti Xhaferi është një personazh që ka dëshirë të respektojnë ishat dhe kënaqësi është ajo, kështu që e falenderoj jashtë maset. Po respektojmë ishat, por sytë edhe tek Vllaznia sotme, të dielin finalja e parë për të shpresuar tek finalja e madhe pastaj me 12 maj. Mendoj se ka ardhur momenti i duhur për ta çfrytzu këtë situatë, duke pas parasysh se ekipi jon sot është i kompletuar dhe nuk kemi mungesa. Kthimi i balës tek goli është një diçka shumë pozitive për ekipin ton, duke pas parasysh se kemi avantazhin edhe të barazimit, kemi 2 rezultate, plus asaj 120 minutë që i djetshëm i ekipit Dinamos, mendoj se janë shkarikuar nga bateritë dhe duhet ta kemi më të lehtë, them, finalen pa diskutim, por shpresoj që edhe në finale ta kalojmë edhe Partizanin apo Egnatian, të cilën me dëshirë të madhe, duke pas parasysh tifozin lojtarin e 12, tifozin Shkodrani, i cili e pret të një çerek shekullit një kampionat të tillë, kështu që është edhe kampionati 10, kështu që mendoj se duhet ja dalim me sukses këtë radhë. Faleminderit. Kënaqësi edhe për mua.